Faleminderit Urat, atë Grigori, shkënaqësi dhe përgjegjësi për të folur për kryqin. Jam përpjekur ta ndaj në disa pjesë bisedën e sotme, edhe në aspektin historik, mbështetur në shkrimin e shenjtë, në traditën e kishës, edhe përgjegjësinë që kemi ne si krishterë në lidhje me kryqin. E para ta shikojmë nga aspektin historik kryqin. Vetë truri i kryqit ka historinë e vet. Jo të gjitha gjërat janë shkruar në shkrimin e shenjtë, sepse thotë dhe Shënjani apostulli ungjillor, dhe Zoti tha dhe bëri shumë gjëra që nuk u shkruajtën, se nuk do të kishte libër që t'i mbante. Pra, përveç shkrimit të shenjtë, ne kemi dhe traditën e shenjtë, e cila është dhe gojore, është dhe e shkruar. Dhe tradita e shenjtë na flet për historikun e drurit të kryqit. Si erdhi druri i kryqit? Nuk është thjesht që druri i kryqit e pati historinë në momentin kur u torturua Krishti dhe u ngarkua me kryq dhe u kryqëzua në Golgotha. Historia është shumë më përpara, është 2000 vjet para Krishtit. Dhe dim që Perëndia zgjodhi një njeri me emrin Abram, pastaj e vuri emrin Abraham, që do të thotë ati shumë kombeve, dhe Abrahami ishte njeri shumë mikpritës. Ai qëndronte në lisat e Mamres, në Shkretir, në tokën e Kanaanit, dhe atje, në lisat e Mamres, ai kishte bërë çadrën e vet me 4 porta, nga 4 anët, që kushdo që të kalonte në ato zonë të shkret, me temperaturat larta, patjetër që të vazhdonte udhëtimin, kishte nevojë për pak pushim. Kështu që Abrahami gjithmonë nuk hante pa bujtur një person. Perëndia, për të provuar mikpritin e Abrahamit, thot tradita që për 3 ditë nuk lejoi që të shkonin njerëz në atë rrugë. Dhe kështu që Abrahami mbeti 3 ditë pa ngrënë. Mbas 3 ditës, siç na thotë edhe shkrimi i shenjtë, e kemi tek Zanafilla, Abrahami mikpriti 3 angjëjt, që janë ikona e Trinisë së Shenjtë. Dhe përsëri tradita na thotë që këta 3 angjëj mbanin 3 shkopi. Këto 3 shkopi ishin 3 shkopi që ishin marrë nga kopshi i Edenit. Nga 3 pemë të këtij kopshi i Edenit, që fatkeqësisht u shkatrua mbas mëkatit të Adamit dhe Evës, ajo zonë pra në lindjen e mesme ku mendohet se ka qenë Edeni, shkretir, dhe ishin 3 shkopinj nga 3 pemë, dëllinj, pish dhe qiparis. Këto 3 shkopinj të 3 angjëjt i ngulën në rër. Dhe i than Abrahamit që Loti, i cili kishte mëkatuar ndaj Abrahamit sepse kishte vajtur poshtë në luginë e Jordanit, kishte vajtur në qytetet Sodomës dhe Gomorës, që ato qytete dim që ishin qytete perverse dhe u shkatruan në mënyrë shëmbullore, pra çdo gjë, si them, u përmbyt, që është dhe sot dhe deti i vdekur, që Loti duhet i vadiste këto 3 shkopi derisa ato të mbinin. Tradita thotë, dhe kjo është e pranuar nga Kisha Ortodokse, madje është dhe ikonizuar në disa manastire ndodhet kjo, sidomos në tokën e shenjtë, që Loti i vaditi këto 3 shkopi për 40 vjet. Në shenjë pendese për atë çfarë kishte bërë duke rebeluar nga Abrahami. Dhe këto 3 shkopi mbin dhe u bashkuan në një pemë. Vim tani në vitet 1000 ose 900 vjet para Krishtit, në kohën e Solomonit. Solomoni ishte biri Davidit, i cili, si them, Davidi kishte marrë përsipër të ndërtonte tempullin, po Zoti nuk e lejoi sepse kishte duart me gjak. Davidi, edhe pse kishte bërë luftra sipas Zotit, kishte vrarë njerëz. Tempullin do ta ndërtonte Solomoni, i cili nuk kishte bërë asnjë luftë, pra nuk kishte marrë pjesë në asnjë luftë. Dhe Solomoni dërgoi shumë njerëz për të mbledhur materiale, kishte filluar dhe mbreti David, dhe u pren shumë pyje që ishin rreth e qarku. U pre edhe kjo pemë, që nuk di se nga kishte ardhur. Dhe ndodhi një çudi, na thot tradita, që kur u pre kjo pemë dhe u kthye në tra, për të ndërtuar, atëherë kjo pemë tregoi një fenomen mbi natyror, sepse kur ata vendosin në një vend që ishte 2 metroshe, pema kthej ose trari kthej 1 metrosh. Kur e vendon 1 metrosh, bëhet 2 metrosh. Atëherë kjo quhet pemë e mallkuar. Dhe u ruajt nga judejt për gati shekuj në një cep të tempullit
Dhe kur erdhi koha që të bëj druri i kryqit, atëherë judejnë, sipas edhe shkrimit të shenjtë ku thuhet që i mallkuar është ai që varet në dru, atëherë për ta quajtur Krishtin të mallkuar, morën drurin e mallkimit dhe bën kryqin e Krishtit. Pra, kjo është historia dhe mbani mend, sepse nuk është një sajese, është një traditë e kishës sonë, se si vetë druri në cilën do kryqëzoi biri i njeriut ishte ardhur nga pemët e parajsës. Dëllim, pish dhe qiparis, që janë pemë që ne nuk i hyjnizojmë, po janë pemë të cilat janë dhe pemë që kanë jeshillik për gjatë gjithë vitit, pra dhe njerëzit këto lloj pemësh i quajnë si pemë të perëndive, sepse ishin me jetë, kurse pemë të tjera i quajnë pemë që vdisnin, kishin atë si dem vetë kurbën njerëzore. Kurse këto pemë i quajnë si pemë të perëndive. Pra, në këtë dru u kryqëzua Krishti. Dhe vazhdojmë prapë me historinë e kryqit të Krishtit. Druri i ku kryqëzua Krishti deri në shekullin e 4 ishte i fshehur në nën tokë, sepse në kodrën e Golgothas, që ishte dhe quhet Kafka, ose vendi ku ishte varrosur Adami, pra dim që Noja mori Kafkën dhe eshtrat e Adamit dhe mbas përmbytjet i varrosi në atë vend. Në atë vend ku ishte Kafka e Adamit dhe eshtrat e Adamit u vendos dhe kryqi i Krishtit, që gjaku i Krishtit të binte në tokë dhe të lante mëkatin e Adamit, i cili përfaqëson gjithë racën njerëzore. Por dim që kur u kryqëzua Krishti dhe mbas kryqëzimit dhe zbritën me të shpejt nga kryqi, sepse kishte mallkim ai që rinte i varur në dru dhe vinte e shtuna, pra në të perënduar të ditës për judent hynte dita tjetër, siç e kemi dhe neve, prandaj fillojnë brëmsora, që hyn dita tjetër, atëherë zbritën me shpejt trupin e Krishtit nga kryqi dhe mbetën kryqet. Por romakët dhe judent fanatik i hodhën poshtë në, si them, poshtë gropës ose poshtë kodrës. Dhe aty u hodhën plerat. Pra ishte një vend ku judent fanatik për të zhdukur vendin ku kryqëzua Krishti dhe për shenjën hidhshin plerat mbetorinat. Më vonë aty u ndërtua dhe një tempull, kushtuar një perëndi Afroditës, po dhe një perëndi i epshit, dhe romakët e bënte që të zhduknin çdo kujtim të kryqëzimit të Krishtit dhe vendit ku ishte kryqëzuar. Por dim që në shekullin e 4 Perëndia frymëzoi Shën Helenën, nënën e Konstantinit të Madh, dhe ajo vajti në Jeruzalem dhe nuk po ndalim se është histori, ju e dini, që ne festojmë në 14 shtator, u gjetën 3 kryqet dhe u gjetë dhe kryqi i Krishtit. Kryqi i Krishtit u lartësua dhe deri në shekullin e 6 ai ishte në Jeruzalem, madje ishte i veshur me argjend. Por dim që në shekullin e 6 persët pushtuan në Jeruzalemin dhe e morën kryqin e Krishtit si trofe të tyre. Pastaj kemi me perandorin Irakli, i cili ishte ai që i arrimori persëve dhe solli kryqin e Jeruzalem. Por në shekullin e 7, nga frika se mund të merrej përsëri ky trofej të krishterëve, sepse toka e shenjtë rrezikoi të pushtohej nga arabët, që ishin kthyer në Islam, atëherë u mendua që kryqi i Krishtit të coptohet. Që nga shekulli i 7, kryqi i Krishtit u coptua në pjesë të shumta, të shpërndarë në të gjithë botën. Dhe sot kryqi i Krishtit është shpërndarë në të gjithë botën, ta dini këtë. Në disa vende ai dihet ku është, në disa vende nuk dihet, sepse përveç e kanë kishat, manastirët, e kanë trashëguar dhe besimtarët pres pas brezi. Kush ka pjesë nga druri i kryqit, ka armën më të pamposhtur kundër forcave të errta, dhe shumë njerëz e fusin edhe në trup, sidomos kur shkonin në luftë, e vinin mbulonin me argjend, e visin në trup që të ruheshin nga betejat. Dhe sot tash është shpërndar, edhe në Shqipëri kemi pasur një pjesë nga druri i kryqit, kemi nga bojën e kryqit, ku mendohet se shpataraku Justinianit ka sjell drurin e kryqit, dhe fatkeqësisht humbi mbas ose në rreth viteve 89-90 u vodh dhe nuk është sot. Por përsëri tradita na thotë që me ardhin e dytë të Krishtit,
në qiell do duket shenja e birit të njeriut. Shenja e birit të njeriut nuk është gjë tjetër veçse kryqi i Krishtit. Dhe të gjithë pjesët e drurit të kryqit, që ka këtë histori kaq të lashtë, do të bashkohen përsëri dhe do të ngrihet në qiell dhe do të jetë 7 herë më i fortë se dielli. Kjo shenjë do të lajmëroj ardhin e dytë të Krishtit. Pra, ju bëra një rezume të gjithë historiku të drurit të kryqit, i cili ka filluar thash që në kohën e Abrahamit, ekziston sot në botë, është si një relike që e mban botën, dhe do të bashkohet përsëri në ardhin e dytë të Krishtit. Tashti vim në diçka tjetër. Vim ku e shikojmë kryqin ose shenjën e kryqit në shkrimin e shenjtë. Nga tradita tani vim te shkrimi i shenjtë. Se ndonjëherë na akuzojnë neve të krishterët, sigur neve mbështetemi vetëm në tradita, si në gojllëna dhe jo në shkrimin e shenjtë. Kjo është një gënjeshtër e madhe, mund të themi, ndoshta edhe nga padia, sepse po të shikoni Kisha ortodokse, shërbesat e saj i ka të bazuar në shkrimin e shenjtë. Nuk ka shërbes që ka Kisha pa pjesë nga shkrimi i shenjtë, si nga dhjata e vjetër, nga dhjata e re. Edhe në altar ne kemi shkrimin e shenjtë ose kemi ungjillin. Sepse dy gjëra bëjnë themelin e doktrinës kishtare, shkrimi i shenjtë dhe tradita. Tani vim ku e gjejmë shenjën e kryqit në shkrimin e shenjtë. Dhe kjo prap në shkrimin e shenjtë është shumë e lashtë, vjen për shembull, duhet dim se Jakovi kur ai vajti në Egjipt për takuar Josifin, Josifi ishte bërë agjytanti i Egjiptit, ishte mbas faraonit, domethënë. Dhe Jakovi, edhe pse ishte baba i Josifit, u përul edhe nga mosha dhe preku bastunin ose shkopin e Josifit. Kjo interpretohet se si shenja e kryqit që do kenë mbretërit e krishterë, të cilët aty do mbështetet gjithë fuqia e popullit të Zotit. Kemi një tjetër rast, kur Jakovi bekon bijtë e Josifit. Josifi kishte 2 bij, dhe Jakovi i bëri duart në këtë formë. Dhe duke bërë duart në këtë formë, ai bëri shenjën e kryqit. Dhe Jakovi bekoi në fillim të riun para të vjetrit. Po nuk i ndryshoi, sepse thuhet që bekimin do ta ketë populli i ri më shumë se populli i vjetër. Populli i krishterë, që quhet populli i ri, sesa populli jude. Të gjitha këto janë simbolika në dhjatën e vjetër, të cilët gjejnë përmbushje në dhjatën e re dhe flasin për shenjën e kryqit. Kemi një rast tjetër, kemi tani me Mojsiun. Profeti Mojsi është më i spikaturi në dhjatën e vjetër, sepse ai quhet jo vetëm ishte profet ligjvënës, por ishte edhe udhëheqës, dhe është tipi i Krishtit. Ashtu si Mojsiu e nxori popullin Izraelit nga Egjipti për në tokën e premtuar, duke shpëtuar nga tirania e faraonit, kështu Krishti e nxori popullin e ri, popullin e krishterë, që është dhe nga judejt edhe nga kombet, nga tirania e djallit, e çojnë në parajs, në mbretërinë e Zotit. Dhe dim që Mojsiu e çoi popullin i ndriçuar nga reja, e ndriçme gjatë natës dhe e bardhë gjatë ditës, e çoi drejt detit Kuq. Dhe duke menduar se do të bllokoheshin atje, Perëndia i tha Mojsiut që merr shkopin dhe godit detin. Dhe goditi detin dhe deti u hap. Pastaj kur kaloi populli i Izraelit në bregun tjetër dhe faraoni dhe ushtria i u fut, Zoti i tha Mojsiut mbyllë detin dhe ai bëri këtë lëvizje. Domethënë, njëherë hapi, njëherë mbylli. Pra bëri shenjën e kryqit me bastonin e tij. Kemi një tjetër rast kur kemi në ndeshjet e popullit Izrael me Amalikët, atëherë Mojsiu mbante duart lart. Por duart e tij filluan të lodheshin, sepse atëherë dy që ishin afër Mojsiut, një ishte Isui Navis dhe një tjetër se mbaj mend emrin, ja mbanin duart kështu. Dhe Mojsiu ishte si një kryq që rinte derisa u mund populli Amalik. Kemi rastin tjetër kur shkua populli Izrael për bërë atë udhëtimin nga Egjipti për në tokën e premtuar, shkuan dhe gjetën disa ujëra të cilat ishin të hidhura. Mera quhet ujë. Por populli piu dhe nuk mund pinte dot dhe rrezikoi të helmoj. Atëherë Zoti i tha Mojsiut, merr një dru dhe hidhe. Në momentin që hodhi drurin, u mbulsuan ujërat. Dhe këtu është shenja
e kryqit, që ky druri i kryqit do mbëlsoj ujin ose jetën e njerëzve, sepse uji është simboli i jetës. Kemi një rast tjetër ku populli i Izraelit kërkoi ujë Mojsiut dhe nuk kishte, atëherë Zoti tha Mojsiut, bjeri me shkop shkëmbit. Në moment që ra me shkopin e tij shkëmbit, u ça ujë, një fontan ujë dhe pivi gjithë populli. Të gjitha këto shikohen si shenjat e kryqit që do të shfaqej më vonë, ose drurit kryqit. Rastin tjetër më unikal kemi, kur populli i Izraelit mëkatojnë në shkretirë, atëherë Zoti i thot Mojsiut, që do të ndëshkohet populli me gjarpri. Gjarpri erdhe në shkretirë dhe pickoni njerëzit. Dhe njerëzit po vdisin, dhe po i ankoheshin. Atëherë Mojsiu i lut Zotit dhe Zoti tha bëj një gjarpër prej bronzi dhe vendose kryqëzoj në një dru. Dhe kështu u bë përsëri forma e kryqit dhe sa që dikush shpicoi nga gjarpri dhe shikonte drejt gjarprit të bronz, me njerë shërohej. Dhe kjo është përsëri simboli i kryqit që ne do shikojmë në dhjetën e re. Të gjitha këto që përmendëm janë pjesë nga shkrimi i shenjtë që gjithë etrit e kishës dhe himnologjia e kishës i ka parë si shenja të kryqit në dhjetën e vjetër. Ose kemi edhe një rast tjetër kur në kohën e profetit Ezekiel ra ajo sopata, hekuri sopatës në ujë, në lumin Jordan, dhe atëre Ezekieli hodhi një dru dhe sopata ajo hekuri u ngjit me drurin. Dhe përsëri është një simbol i kryqit që do presi rënjët e mëkatit siç është. Pra të gjitha këto etrit e kishës, siç thash, i kanë parë dhe himnologjia jonë e kishës i ka interpretuar në mënyrë teologjike për të na dhënë kuptimin e kryqit i cili do të shfaqet kur të kryqëzojë Krishti. Tani vim me historinë pas Krishtit, se si e kemi shenjën e kryqit, si ajo shfaqur në botë. E kemi në fillim tek katakombet. Do dim se krishtërimi në fillim ishte një fe që perandoria romake me perandorin famkeq Neronin e shikonte krishtërimin si rrezik për perandorin, sepse të krishterët adhuronin Krishtin. Perandorët kërkonin adhurim për veten e tyre. Kështu që kishte një konflikt. O do adhuroj Krishti, o do adhuroj perandori. Kështu që duke parë Krishtin si favorit, perandorët, duke filluar Neroni, që ishte një delirant, filloi akmarrja kundër krishterëve dhe duke parë se krishterët janë armiqtë e perandorisë. Por mbi të gjitha ishte shenja e Krishtit. Shenja e Krishtit ishte kryqi. Atëherë ne shikojmë kryqin në katakombe. Katakombet, për ata që si din, ishin vende të fsheta ose varrezat të nëndeshme, ku aty varrosin trupat. Këtu shkonin të krishterët për të kryer shërbesat fetare, sepse askush nuk mendonte se këta do mblidheshin për të gëzuar, sepse shërbesat krishterë quheshin festa në vende aq të frikshme dhe aq, si them, pa në një sens, siç ishin varrezat. Por aty mblidheshin krishterët dhe aty janë parë shenjat e kryqit. Por janë parë shenjat e kryqit jo vetëm në nderim, por dhe në çnderim, sepse romakët ose paganët romak i vizatonin këto shenja kryqi edhe për të tallur. Për shembull, është gjetur një shenjë kryqi në Rom, ku janë paraqitur dy burra me fytyrë gomari. Njëri në kryq, dhe këtu përfaqëson Krishtin, dhe një tjetër që rri, që drejtohet këtij njeriu. Pra, për ta bërë fen e krishterë si një fe ignorante, një fe që, si them, është një marrëzi duke e simbolizuar me gomarin. Po në fakt gomari nuk është kafshë budallaqe, ne gabohemi shumë, gomari është kafshë shumë e zgjuar dhe gomari ka shenjën e Krishtit. Po të shikoni, gomari ka kryq në trupin e vet, sepse mbi gomar ka hyrë Krishti. Por pastaj shenja e kryqit mbas shekullit ose në shekullin e 4, me ardhen e Konstantinit Madh, i cili pa në vegim shenjën e Krishtit, pra një kryq, dhe me shkronja greke, disa thonë latine, po greqishtja ishte gjua atëre që ishte gjua ndërkombëtare, me këtë do fitosh. Dhe dim që Konstantini besoi te kjo shenjë, e vuri këtë shenjë në flamurët e ushtrisë, në të gjitha ato mborojat, në pazmore, dhe hyri
dhe në Romë dhe mbushi gjithë Romën me kryqe. Madje thuhet që Konstantini bëri dhe një statuj të madhe duke mbajtur një kryq. Kështu që kryqi tashmë doli nga katakombet, dhe filloi të jetë shenja dalluese të krishterëve, por dhe shenja zbukuruese që e patën tempujt e krishterë, pastaj e patën stolit brenda kishës, të gjitha ato çfarë arti figurativ brenda kishës, edhe deri më sot kryqi është një nga figurat më emblematike në krishterim, sidomos në krishterimin ortodoks. Nuk ka krishterim ortodoks pa kryq. Si në doktrinë, që ne do flasim, por nuk ka edhe në fasadën e vetë. Dhe prandaj kryqi ka një rëndësi shumë të madhe. Por, le të flasim dhe për historikun se si bëhet shenja kryqit. Sot neve bëjmë shenjën e kryqit në këtë formë, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Do dim se ka historikun e vetë dhe bërja e shenjës së kryqit. Në fillim fare të krishterët që thamë ishin të fshetë, pra ata nuk zbuloheshin se çfarë ishin, se ndryshe martirizoheshin dhe prandaj vetëm në shekujt e parë ne kemi 11 milion të krishterë, të cilët pohonin se ishin të krishterë dhe mbanin edhe shenjën e Krishtit, mbanin medalione. Ata e bënin shenjën e Krishtit në këtë formë, pra me dorën e djathtë, me gishtin e madh dhe bënin në ballë, në gjoks dhe në buzë. Pra për ndriçuar mendjen, zemrën dhe për të dhënë fuqi gojës, për të pohuar. Kjo ishte shenja që ata bënin fshetas. Por pastaj, kur krishterimi u bë një fe zyrtare, atëherë dhe simboli i kryqit, i bërjes së kryqit, doli më publikisht. Atëherë kemi bërjen e shenjës së kryqit në këtë formë. Me dy gishtat, që janë dy natyrat e Krishtit, dhe gjithë kjo përfaqësonte gjithë personin e Krishtit. Por në shekullin Shën Nikollimi i Agjoritit, në shekullin e 18, ka studiuar kanonin e 91 të Shën Vasilit Madh, i cili fliste për bërjen e shenjës së kryqit me dy gishta, por më vonë, në shekullin e 16, sidomos në Bizant, kemi një formë tjetër të bërjes së shenjës së kryqit, këtë që kemi sot. Dhe kjo që bëjmë sot është në këtë formë, pra në dorën e djathtë, gjithmonë është dora e djathtë, kuptohet kur e kemi dorën e djathtë, ka se kemi dhe dorën e djathtë, por kur e kemi dorën e djathtë sepse është dora e fuqisë, si themi e djathta e Zotit. Edhe kur dikujt i japim dorën, japim të djathtën. Dhe shenja e beslidhjes. Dhe me dorën e djathtë, me tre gishtat e parë, që do janë simboli i tre personave që përbëjnë hynin, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, që bashkojnë një pikë për treguar se nuk janë tre perëndi, por është një perëndi në një qenie hynore ose tre persona në një njësi hynore, dhe dy gishtat e poshtë tregojnë dy natyrat e Krishtit, hynore dhe njerëzore, të bashkuara të papërzira. Të dyja, kjo tani simbolizon gjithë doktrinën e Trinitetit dhe Krishtologjinë, që dhe neve themi në emër të Atit, gjithmonë në ballë, të Birit afër kërthizës, të Shpirtit nga djatha, të Shenjtë nga e majta. Dhe kjo pastaj u bë shenja e kryqit që ka sot të krishterët ortodoks. Dhe të krishterët ortodoks dallohen nga bërja e shenjës së kryqit edhe nga pohimet e tjera që bëjnë shenjën e kryqit, siç kemi edhe romano-katolikët që bëjnë në formë tjetër, por dhe të tjerët që janë kisha skizmatike ose heretike ose heterodokse i themi neve, që bëjnë shenjën e kryqit ndryshe nga që bëjnë krishterët ortodoks. Pra, një krishter ortodoks nuk është nevoja fare, ndoshta, në publik ai thotë që unë jam i krishter ortodoks, duke bërë shenjën e kryqit në mënyrë ortodokse, ai tregon se është i krishter ortodoks. Pra ka doktrinën ortodokse, sepse kjo na dallon neve dhe patjetër që jo më kot e bëjmë në këtë mënyrë. Interpretimi është ky që kalimi nga e djathta në të majtë, sipas etërve të kishës, ishte që në fillim kemi popullin ebrej, që ishte në të djathtën e Zotit, dhe pastaj kemi edhe popullin pagan, që ishte në të majtën e Zotit, dhe këta u bën dy popull miq. Por astaj, kjo interpretua, siç e kemi edhe në mësimet e Shën Kozmait, që Zoti na ço në të djathtën tënde, mos na ço në të majtën tënde. Kjo është dhe Shën Kozmai jep një interpretim shumë të bukur. Ai thotë që e vëm dorën në bazë sepse koka simbolizon qiellin, është diçka e rrumullakët, dhe neve nuk shkojmë tek Zoti dot fizikisht. Nuk e kalojmë dot galaktikat, këtë
universin e krijuar, sepse Zoti është përtej këtij universit të krijuar, Zoti është kudo, por themi mbretëria e qiejve, por ne me mendim ne kalojmë. Pra, dikush do thotë si do t'i kalojmë këto hapësira me shpejtësinë e mendimit. Shpejtësia e mendimit është kaluar shpejtësisë dritës. Dhe ne çojmë dorën, pra që si themi kemi bërë me simbolin që tha, të Trinitës të Kristologjisë, dhe them Zot na shenjtëro mendjen. Pra, mendja jonë të shenjtërohet. Pastaj, thotë Shën Kozmaj, zbresim poshtë për treguar se biri dhe fjala e Perëndis u bë bir njeriu, u njerëzua, dhe zbriti tek neve nëpërmjet barkut të Vigjeshës Mari. Dhe pastaj i themi, siç tham, që Zot na forcoi vullnetin, se këto dy krahët simbolizojnë vullnetin, dhe na çon në djathtën tënde, mos na çon në të majtën tënde. Dhe zakonisht, siç ishte edhe tradita mugjerore, është e traditë që kur bëhej e kryq, bëhet edhe një metani. Metani ju e dini, është për ulje, që ashtu si ti o Zotu për ulje dhe zbrite në atë, edhe unë për ulem, dhe ashtu si ti unë ngrite, edhe unë ngjallem bashkë me ty. Këtë me pak fjalë thotë Shën Kozmaj në mësimet e tij tek stërgjyshit tanë. Se duhet dini se Shën Kozmaj ka ardhur në shekullin e 1700 ca, pra e shekullit 18, edhe i ka folur stërgjyshve tanë dhe e kemi shumë mirë njohur Shën Kozmaj. Dhe mund themi se 3 figura shumë dha mund të kenë ndodhur ose kanë kaluar në Shqipëri që kanë bërë reforma nda, Shën Pavli, Shën Kozmaj dhe forlumturia e tij kryepiskop Anastasi Indieri, që janë 3 personalitete për mua, të cilat kanë bërë një piketim dhe një zhvillim të krishterimit ortodoks në Shqipëri. Por tani le të flasim për anën doktrinale, do me thënë ç'kuptim ka kryqi dhe pse duhet ishte kryqëzuar Krishti në kryq. Po le të bëjmë pyetjen retorike dhe të japim përgjigje siç na mëson Kisha, pse duhet kryqëzoj Krishti? Nuk ishte një mënyrë tjetër që ai ta shpëtonte botën, Domethënë, sepse sipas shkrimit të shenjtë, i mallkuar është ai që varet në dru. Pra, sipas shkrimit të shenjtë në Dhjetën e Vjetër, nuk duhet një njeri i varur në një pemë, gjithë të kalonte mbrëmja se është i mallkuar. Prandaj dhe Krishti pse duhet zgjidhte këtë mënyrë për të qenë i mallkuar, dhe siç thotë Apostoll Pavli, ai duke u gjetur nga pamja jashtme por si njeri, e përuli veten e tij duke bërë i bindur deri në vdekje kryqi. Dhe jo më kot Apostoll Pavli thekson, jo vetëm për Judejnë, po Apostoll Pavli ishte edhe shtetas romak, dhe dinte që vdekja në kryq ishte vdekja më e ulët për një person. Domethënë në kryq dënoheshin skleverit. Po dini që skleverit nuk ishin asnjë lloj të drejtë, ishin si kafshët, nuk ishin në nivelin njerëzor, që ishin kafshë. Prandaj dhe nuk dënoheshin fare me gjyq, por dënoheshin në këtë formë dhe këtë mënyrë. Pra, ishte një vdekje e mallkuar, ishte një vdekje poshtëruese. Më e fundit që mund të vdiste një person. Plus që një vdekje shumë e mundimshme. Sepse duhet dini se kryqi si vegël torture e kishin shpikur fenikasit, pastaj e morën romakët. Dhe nëse dikush vare ose në kryq, ai vdiste nga agonia për 3 ditë. Do me thënë, ati, si themi, binin fuqit, ngushtoi krarori dhe kështu krijoi mungesa oksigjenit, kjo krijonte e tjera hemoragji dhe vdiste, mbas 3 ditësh. Prandaj dhe ata që u kryqëzuan me Krishtin, 2 ajdutët që të vdisin ju thyen këmbët, që të binte trupi dhe të ngushtoi krarori dhe të vdisin. Kurse Krishtit nuk ja thyen kërcit e këmbës sepse ai kishte vdekur tashmë. Krishti qëndroi në kryq 6 orë. Do të dini. Dhe jo më kot qëndroi 6 orë. Por do të dim se jo më kot Krishti e zgjodhi këtë mënyrë për të kryqëzuar në kryq. Dhe unë dua t'ju lexoj pak çfarë na ka thënë një shenjtor shumë i madh i kishës sonë. Dhe ky është Shën Athanasi i madh. Dhe Shën Athanasi i madh në librin Mishërimi i fjalës e sqaron. Dhe këtu shikoni çfarë mendimi të thellë kanë etrit e kishës sonë ose teologjia e kishës sonë ortodokse.
Shikoni çfarë thot. Ai që vuajti në trup nuk ishte vetëm njeri, por dhe biri i Perëndis dhe shpëtimtari i të gjithëve. Dielli mbuloi fytyrën e tij, toka u trondit, malet u çan dhe njerëzve u hyri frika. Këto gjëra treguan se Krishti në kryq ishte Perëndi, se tërë krijesa ishte skllave e tij dhe se me anë të frikës po dëshmonte praninë e padronit të saj. Kështu Perëndia fjalë ju zbyrua njerëzve me anë të veprave të tij, pra me elementet natyrore. Ai erdhi për të mbajtur mbi vete mallkimin ton. Ndaj, si mund të bëjmë mallkim përveç se duke pranuar vdekjen e mallkuar dhe kjo vdekje ishte kryqi, sepse shkruar i mallkuar kushdo që varet në drum. Vdekja e Zotit është shpengim që paguhet për të gjithë me anë cilët muri i ndarjes, shëmbet dhe paganët tjerët. Muri i ndarjes ishte muri i mëkatit. Si do të na thërriste ai nëse nuk kryqëzohej, kur dim që është pikërisht kryqi i vendi ku njeriu vdes me krah shtrir gjerë e gjatë. Edhe një herë shohim se sa e denjë është vdekja e tij me krahët e tij të shtrirë. Me njërin ai afronte pranë vetes popullin e tij të lashtë Izraelin, kurse me tjetrin tërë paganët duke i bashkuar të dy palët pranë vetes së tij. Kështu ai paratha formën e vdekjes së tij shpenguese. Dhe unë kur t'jem ngritur lart nga toka do t'i tërheq që të tërë tek unë, dhe këtu e kishte fjalën për izraelitët dhe kombet. Vazhdon Shën Athanasi dhe si shikon ai, sa thellë shikojnë. Ajri është sfera e djallit, atmosfera. Armiku të racës son, i cili pasi ka rënë nga qielli, së bashku me shpirtrat e tjerë të ligj, që janë po aq bashkëfajtor dhe për mosbindjen e tyre, përpiqet t'i mbajë shpirtrat e tyre larg së vërtetës dhe të pengojë përparimin atyre që kërkojnë ta ndjekin Zotin. Apostulli i referohet kësaj kur thotë sipas prisit të pushtetit të errës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, thot apostoll Pavli letrën e drejtuar Efesianëve. Por Zoti erdhi për të mundur djallin, për të pastruar ajrin, për të hapur rrugën tonë drejt qiellit, si thot dhe apostulli, me anë të velit, domethënë me anë të mishtit të tij. Kjo duhet bëhet nëpërmjet vdekjes, ndaj në ç'formë tjetër mund të bëjë përveç vdekjes në ajër, domethënë në kryq? Edhe një herë shikoni se sa e drejtë dhe natyrshme ishte që Zoti të vuante për ne në këtë mënyrë, sepse duke ngritur lart duart i pastron ajrin dhe tërë ndikimet e liga të armikut. Krishti thot, unë e shikoja Satanan që po binte nga qielli si rrufe. Dhe kështu rihapu ullën ton për në qiell, duke shprehur sërish, o ju porta, çoni kokat tuaja, o ju portat përreshme, hapuni krejt, dhe këtu e ka fjalën për portat e parajsës që u mbyllën për shkak të mëkatit të Adamit. Vazhdon Shën Athanasi edhe pak, nuk ishte fjala ajo që kishte nevojë të hapeshin portat, sepse ai është Zoti gjithçkaje dhe asnjë nga veprat e tij nuk mund të mbyllet për krijuesin e tyre. Jo, ishim ne ata që kishim nevojë, ne ai që na mbajti në trupin e tij, në atë trup që ai afroi vdekjes për të gjithë ne dhe më pas me anë të tij shtroi yllën tonë drejt qiellit. Pra kemi te libri Mishërimi i fjalës. Pra, shikoni se si Shën Athanasi i Madh dhe gjithë shenjtorët e kishës shikojnë se nuk kemi një rastësi që u zgjoll kjo formë e vdekjes së Krishtit në kryq. Ishte forma e urtësisë së diturisë Perëndis, që tham ishte përgatitur që para se të krijojë bota në memorien e Zotit, se në memorien e Zotit, Zoti e dinte para se të krijojë bota, universi, gjithçka, që njeriu do mëkatonte, duke ngrënë frutin e ndaluar. Por urtësia e Perëndis, prap me që ishte pema shkaktar që solli largimin nga parajsa, po pema, po druri i një peme, do sinte hyrjen e njeriu prap në parajs. Dhe gjeti këtë formën që të shenjtëronte jo vetëm tokën, por dhe ajrin, sepse djalli, siç thotë apostoll Pavli, sundon në ajër. Kur i tha Zoti, dhe je i mallkuar midis kafshëve të egra dhe të buta, do vish rreth tokës duke ngrënë plur. Pra djalli nuk ka të drejtë të kaloj, si them, botën fizike për shkuar te Zoti, por i në këtu. Dhe këtu Zoti e përballi luftën me djallin, me atë mjete që djalli përdori për larguar njerëzit, po me atë mjet Zoti na shpëtoi neve. Ose siç kemi edhe me ditën e ungjillizimit. Djalli gjeti një grua dhe me anë të gruas ai mashtroi burrin, dhe duke mashtruar burrin dhe ollin mëkat burrin prishi gjithë ADN-n e njeriu, po me anë të një virgjereshe, se dhe Eva ishte virgjeresh kur foli angjelli, se nuk ishte bashkuar me Adamin,
Po me një virgjerësh tjetër, me virgjerëshën Mari, solli shpëtimin. Pra, gjithmonë djalli deli i humbur përpara Zotit. Sepse sado që djalli shifet babai i gënjeshtës përpara diturisë dhe urtësisë Perëndis, është një hiç. Dhe kështu që Zoti e mundi djallin në territorin e tij me mjetet e tij dhe me atë mjet mallkimi, por që e transformoi në një mjet bekimi, shenjtërimi dhe shpëtimi. Prandaj, kryqi për neve tani nuk është një mjet torture ose mallkimi, por është i transformuar tërësisht, jo thjesht nga një fabul, por nga një realitet, sepse Krishti u bashkua me kryqin. Në moment që trupi i Krishtit u bashkua me drurin e kryqit, ai dru tashmë u bë pema e jetës. Pra duhet dini se në kopshin e Edenit ishin dy pemë. Pema e jetës, që njeriu kur hante frutat e asaj mbeti i përjetshëm, dhe pema e të mirës dhe të keqes. Kur njeriu hëngri nga frutat e mirës dhe të keqes, nuk u lejuat hante nga pema e jetës, sepse do bëj pavdekshëm në të keqen e vet. Kurse tani me drurin e kryqit neve shlirohemi nga mallkimi i fajit, i stërgjyshor dhe faj personale, dhe bashkojmë me Krishtin. Krishti është pema e jetës, është fruti i pemës së jetës, që ne marrim në misterin e kishës, që është trupi dhe gjaku i Krishtit. Pra, shikoni çfarë është tashmë kryqi, pra është pema e jetës. Prandaj, kryqi për neve është shenjë fitimtare, si thotë dhe Shën Sofroni i Jeruzalemit, mbrojtës nga të këqijat, thotë Shën Grigori i Nisës, kapitali gjithë mirave për të krishterët, thotë Shën Joan Gojarti. Por djalli vazhdon akoma të ngrej ato grehinat e veta, tymnajet e veta në lidhje me shenjën e kryqit. Sot fatkeqësisht kemi të krishterë heterodoks që e quajnë kryqin diçka të panevojshme. Madje e quajnë kryqin një mjet torture, që s'duhet të mbajtur, duhet ta heqim. Por kjo është një gabim shumë i madh, sepse vërtet kryqi që një mjet torture dhe mallkim para se të bashkohet me Krishtin, por në momenti që bashkohet me Krishtin nuk është mjet torture, është shenja e birit të njeriut, shenja e Krishtit. Prandaj si mund ta ndash kryqin nga Krishti, dhe ne asnjëherë nuk shikojmë kryqin si mjet vdekje, po kryqi i Krishtit na çon te vdekja dhe te ngjallja e Krishtit. Pra gjithmonë kisha ortodokse e ka parë kryqin bashkë me ngjalljen. Dhe kjo është arsyeja që në kishën ortodokse, kur paraqitet dhe i kryqëzuari, asnjëherë nuk është një i kryqëzuar, siç e shikojmë në një kishë tjetër, për shembull në Perëndim, që është i dërmuar, po ta shikoni i dërmuar me gjakra, me gjëra. Po shikoni në kishën ortodokse Krishti është triumfator, është paqësor, madje ka një lëvizje këmbësh, që është një lëvizje e fuqisë që katron fuqinë e djallit, pra jep një goditje. Pra ky është kryqi ortodoks, është kryq triumfi. Kjo është arsyeja që në kishën ortodokse kryqi dhe nga ana figurative është zbukuruar. Nuk është bërë një kryq i ftohtë, por një kryq që ka ato, si them, zbukurimet e veta, që për t'i dhënë gëzim. Kur shikojmë një kryq ortodoks, ai t'jep gëzim, sepse na lidh me Krishtin që mundi djallin në territorin e vet, pra në drurin e mallkimit. Dhe kjo është arsyeja që jo vetëm kryqi është shenja e Krishtit, por shenja e krishterëve. Çfarë tha Zoti? Kush do të vijë mbas meje, të mohoj veten, të marr kryqin e tij e të më ndjek pas. Ktu nuk fritet vetëm për doktrinën e kryqit që e dëgjuam nga Shën Athanasi i Madh. Flitet edhe për shenjën e kryqit, pra për shenjë figurative të kryqit, që ti duhet ta mbash. Kjo është arsyeja që kur ne pagëzohemi, prifti e bekon kryqin mbi ungjill dhe ta van në qafë ose ja jep nunit sipas moshës dhe thot këto fjalë. Dhe Zoti tha, kush do të vi mbas meje, le të mohoj veten e tij, të ngre kryqin e të më vi pas. Kështu që nuk ka të krishterë ortodoks të pagëzuar, sepse vetëm i pagëzuar quhet i krishterë ortodoks, ndryshe një simpatizant, pa kryq. Dhe kjo është një çështje që ne duhet ta diskutojmë, sepse fatkeqësisht ka disa krishterë që nuk i japin rëndësi shenjës së kryqit të mbajtur në trupin e tyre, në qafën e tyre, sepse shikojnë këtë si diçka të panevojshme. E keni gabim. Mund të ekzistojë kjo kish pa kryq sipër? Kjo nuk është më kish. Kjo mund të jetë një ndërtesë, mund të bësh emri çfarë duash. Por ne e dim, por ata që s'e din, thonë kjo është kish, sepse ka një kryq.
Mund të ekzistojë një shërbes fetare ortodokse pa bërë shenjën e kryqit. Shikoni vëmendje, si fillon mesha hyjnore, me shenjën e kryqit mbi altar dhe mbaron po me shenjën e kryqit. Mund të jetë një prift i Zotit pa patur shenjën e kryqit në trupin e vet, në rrobat e vet, e keni parë, dhe pa filluar shërbesën pa bërë shenjën e kryqit. Nuk e bën dot, se nuk është prift i Krishtit, dhe i kishës. Dhe çdo gjë brenda kishës ka ka simbolikën e kryqit. Atëre, kur tempulli preguri ka kryqin, që është tempulli i Krishtit, po ne tempulli i gjallë i Zotit, sepse ne jemi tempulli të Zotit, tempulli i gjallë, Zoti nuk rinë në ndërtesa preguri, ato e kemi bërë për të qëndruar neve, jo për të qëndruar Zoti. Zoti nuk është i pastre që zbret tani nga qielli, s'di ku të fusi kokën dhe hajde fusim ne këtë katedralja jonë. Jo, ajo është bërë që neve mos na kapi dielli dhe shiu dhe të kemi një vend ku të mblidhemi, që të kryejmë shërbesën. Po Zoti ri këtu brenda nesh, por që neve tregojmë tempulli i Zotit, duhet shenja e kryqit. Atëre kur ti heq të shenjë kryqi, ti nuk je më tempull i Krishtit. Nuk je dele e Krishtit. Nuk je i krishter. Pavarësisht se duket fjalë e rëndë kjo. Dhe duhet dim se në momenti që hiqet kryqi nga qafa, në çfarë do lloj forme, ndoshta dhe mund të tputet, ndoshta dhe mund të bëj alergji, ndoshta të duket si pa nevojshëm në këtë situatë, se do shkosh në një event, duket si diçka tjetër, si përshtatet aty një mund t'i fyesh ata. Format janë nga më alternativet, por të gjitha janë diabolike dhe nuk janë justifikim. Sepse djalli kërkon na heqë shenjën e Krishtit. Sepse ai e di që kryqi është armë. Nuk është më kundër njerëzimit, siç ka qenë, siç ishte, është kundër demonëve. Prandaj na çarmatos. Dhe këtë e ka arritur të disa të krishterë. Dhe të krishterë ortodoks, fatkeqësisht, që nuk thënë janë të krishterë ortodoks, po as e mbajnë shenjën e kryqit, as e bëjnë shenjën e kryqit. Sepse përveç mbajtjes së shenjës së kryqit, ka një problem tjetër, bërja e shenjës së kryqit, që ne thamë se si bëhet. Por, që ky është një problem që ishte që në shekujt e parë. Shën Johan Gojarti ngre në fjalimet e tij një qortim për ata të krishterë që vinin në Kishë. Dhe shekulli i 4 mbajti si shekulli i artë në Kishë, por që atëre kishte probleme që trashëgon janë smundje këto që vinë brez pas brezi, të njerëzve që vinin në Kishë dhe nuk bënin shenjën e kryqit në mënyrë korrekte, por ai thotë në mënyrë frenetike. Pra, në mënyrë të tillë, ke parë. Dhe thotë, është djalli, ai thotë që drejton dorën e këtyre besimtarëve. Shën Johan Gojarti, se unë do dukem si fanatik. Pra, pse? Sepse djalli nuk do që të bëhet shenja e kryqit në mënyrë korrekte. Prandaj kanë ndjekur edhe forma të tjera alternative që ne nuk janë të krishterë ortodokse, që nuk japin të qartë doktrinën, kurse shenja ortodokse jep të qartë gjithë doktrinën, doktrinën trinitare, doktrinën kristologjike dhe çfarë dhe si e bëjmë dhe pse bëjmë shenjën e kryqit. Prandaj keni kujdes për këtë çështje. Edhe diçka tjetër duhet ta themi. Prap fryma demoniake, që nuk është një sajes për të vënë të friksuar njerëzit, pra i sajes e kishës, një hiperbol e kishës, është një person, është një qenie që quhet babai gënje dhe njeri vrasës që nga fillimi. Është armiku ynë. Ne nuk luftojmë me mulliere. Lufta e nuk është kundër mishit dhe gjakut, ne nuk luftojmë me njerëz. Lufta e është kundër frymrave, principatave thotë, pushteteve thot apostulli Pavli, kundër demonëve të ajrit që sundojnë në ajër, që mirë rreth e qark, që janë dhe këtu prezent. Dhe kundër këtyre luftojmë me çfarë? Me armët e Perëndis. Kush janë armët e Perëndis? Kryqi, lutja, misteret. Dhe çfarë bën djalli sot? Çe ka bërë që në shekujt e parë? Djalli kërkon që të blasfemohet shenja e kryqit. Që do të thotë? Përveç asaj që thamë që ndryshon format e gjitha dhe mënyrën, ose të përdahequr, e vë dhe në vende që njerëzit ta përdosin. Çfarë bëj në shekujt e parë? Paganët, për të ndotur të krishterët, në përpragjet që kaloshin në portat e qyteteve, duhet dini që qytetet ishin trethuar me mure, në pragjet e porta vinin kryqe. Që të krishterët, kur të kalonin, të shkelnin kryqin. Ose, në kohën e ikonoklazmës, do me thënë, ata që ishin kundër ikonave, detyronin të krishterët që të shkelnin kryqin. Ose në vendet e tjera,
Edhe në kohën e komunizmit ka ndodhur që të pohoje Krishtin, shkelje kryqin. Po ja që sot nuk na thotë shkel kryqin. E vënë për trotuare, e vënë për rrugë, në formë arkitekture. Dhe ti thua, sa bukur, janë disa krishterë, thotë, shi kjo është rrugë me kryq, thotë. Po si rrugë me kryq dhe ti shkel mbi kryqin? Diçka tjetër, e vënë në shollat e këpucëve. Keni parë që ka disa sholla këpucë që ka formën e kryqit? Madje, jo vetëm një formë kështu si plus, po ka tamam formë kryqi. Dhe unë s'kisha mundësi t'ju tregoja disa foto. Në për pantallona, në për xhepat e pantallonave. Dhe ti thua, sa bukur, shqe nga pantallona me shenjë kryq, do t'i marrë se më sjellim fat. Po ti ku ulesh mbi ato? A ulesh mbi kryqit? Po dje. Ose i vënë në për karike, shenjën e kryqit që ti t'ulesh, ose i vënë në për qylyme që ti ta shkelësh, ose i vënë në për tualete. Ka tualete me formën e shenjës kryq me disa vrimat që bëjnë ata që duket normale. Pra, ne të krishterë duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Kush do lejonte nga neve që shenjën tonë, të familjes tonë, emrin tonë, ta shkelim me këmbë, ose ta bënin një vend publik, jo të ishëm. A do fyeshim? Po pse për shenjën e Krishtit ne jemi kaq indiferent? E thash dhe e kam thënë një diku tjetër dhe përsëris. Më tregoi një person që tani që kishte filluar kreshma, që mbase s'ka lidhje me shenjën e Krishtit, po kanë në konceptin, një besimtar, nuk ishte këtu, s'ka rëndësi, kishte vënë tek dera nga ato që fshin këpucët në lidhje me kreshmë, kreshmë të mbarë. Dhe gjithë po e lavdërojnë, bravo, bravo, si shenjë besimi. Dhe kjo i tha, kjo që ke bërë është shenjë blasfemie, se gëzuar kreshmën duke shkelur kreshmën. Dhe shumica nuk kuptonin, por ke jo vetëm për Pashkën, gëzuar Pashkën, atje Merry Christmas, atje të dera dhe njerëzit shkelin me këmbë. Shikoni se si duket një gjë pa rëndësi. Po ja që bëhen këto, sepse i ligu punon me gjitha format që ne të përdosim emrin e Zotit, festat e Zotit, shenjën e Krishtit. Dhe duhet pasur kujdes që kryqin mos ta hiqni në asnjë mënyrë. Nëse keni hequr kryqin, është shenja që jeni çarmatosur. Është shenja që keni tradhtuar, keni filluar të tradhtoni Krishtin, pavarësisht se duket fjalërën, të kurvëroni me demonët, quhet kurvëria shpirtërore, të shkoni me djallin, dhe të rrëzoheni, qofse nuk e keni në qafë. Do t'jap një shembull nga një neomartir në Rusi, Evgjeni, i cili ishte një ushtar, dhe ky ishte në lufta me Çeçenin që kishin atje, i kapën ata, Çeçenët, dhe këta ishin disa shokë që ishin të krishterë, po ishin me kryq në qafë dhe gjitha. Dhe i thanë, ose do të mohoni besimin, ose do t'ju vrasim. Por, të tjerët thuan e mohuan, Evgjeni nuk e mohi. Dhe ai kishte një kryq. Dhe nuk e ishin dot kryq sepse kryqi ishte ngjit me trupin. Derisa dhe i prevën kokën. Por, u bë martir. Martir i kryqit. Pra, tani, vetëm një shenjë kryqi të ndanë. Je me Zotin, o je kundër Zotit. Prandaj, thot Zoti, kush ka turp për mua në këtë brez pa bez dhe imoral, edhe unë do kem turp për atë. Mos e neglizhoni shenjën e kryqit. Bëjni shenjën e kryqit kur jeni përballë një kishe. Është përshëndetje që i bëjmë angjëllit, shenjtorit. Për shembull, nëse një miku juaj kalon në trotuarin tjetër dhe ju jeni këtu, ai ju i shef dhe nuk ju përshëndet, do t'ju vi keq? Do t'ju vi keq. Po si ndihet angjëlli i kishës? Çdo kishë ka angjëllin e vet. Ka shenjtorin, është hiri i Zotit. Kur ne kalojmë dhe jemi larg, se mirë ku vim afër, dhe nuk bëjmë shenjën e kryqit, po ta kemi për nder që të bëjmë shenjën e kryqit. Ta kemi për des të dëshmojmë se jemi të krishterë. Shikoni fetë e tjera, nuk kanë turp në mes të rrugës për ulen. Dhe bravo i qoftë. Po pse ne të kemi turp? Ne të krishterë ortodoks, që ne kemi si them pohus të Zotit dhe të qiellit dhe dhellë, të Krishtit, që është personi që nuk kundërshtohet nga asnjë lloj feje, sado që s'mund ta duan, thonë ai është njeriu më i mirë që ka jetuar. Që e shohin si njeri, po thon prapë është njeriu më i mirë. Kurse po nesh Zot dhe njeri, atëherë si pas kemi ne turp ne të mos bëjmë shenjën e Krishtit? Kështu që të gjitha këto i themi për të ngacmuar se nuk janë gjëra kaq të thjeshta, i duam apo nuk duam, po janë detyrime shpirtërore. Pra, që ta mbajmë shenjën e kryqit, ta bëjmë shenjën e kryqit dhe mbi të gjitha të jetojmë
me mënyrën e kryqit. Si thot Apostol Pavli, unë nuk do mburem me asgjë, po vetëm me kryqin e Krishtit. Ku bota është kryqëzuar në mua, dhe unë jam në kryqëzuar në botë. E fundit është që ne bëjmë shenjën e kryqit, por ndonjëherë themi që ja bëm shenjën e kryqit, por nuk na zuri. Janë disa arsye. E para, nuk e bën në mënyrë korrekte shenjën e kryqit. Prandaj etërrikim mësojnë, bëj shenjën e kryqit në këtë mënyrë. Gozhdoje trupin, ndjeje në ball, në bark, në krah, djathtë, krah të majt. Kuptohet, jo ta të bësh brim, po ta ndjesh. Njerë bëje, mos e bëj shumë herë. Bëj njerë në mënyrë korrekte. E dyta, bëje me dorë të pastër. Jo të lash duart, po të lash dorën nga mëkati. Një kryq me dorë mëkatar nuk zë. Dhe treta, nuk na zë nga krenaria. Që po të tregoj Zoti fuqinë e kryqit, për shkak të krenarisë, ne do marrim për kot, kështu që nuk na i zbulon, po shenja prap vepron. Kështu që le ta mbyllim me fjalët e Zotit, kush do të vijë mbas meje të mohojë veten, të marrë kryqin e tij e të më ndjek pas. Amin.